të se na u skuqi qik studio se ishim me bojqele në pjesë të parë. Rama, lindja e mesme po kalon në një Firenze të re për transformimi dhe modernizimin. Ua, Franci, po që pas kam rënë në të unë asaj letrës me... E dia, pa ku më shkon dhe njëherë mëndja kështu fix fare. Cilës letër, më jezes? Si më qenë, më tha edhe e zez, ma dje, kupton? Sa tha që u skuqe, më bëm të kuqe, kështu fëm më thot e zez. Po e bëja kështu për batut, pra, ke partë të palatin 176, letra morizim. Fix letra morizim. Edhe unë, cilës letër më jezes? Për kë letër e kishë, s'po marrë vesh? Tani, e kupton, nuk më ndjek fare kur flasë, nuk fola unë në pjesë të parë, që thash ka hedhur Rama atë letrën që i ka shkruar Mosati. Po, lëre, po, një sekundë që se letra që futet ka i muri, i drejtohet Zotit, jo Mosatit. Si Zotit jo Mosatit? Zotit, pra, shkruhet për Zotin lutja. Shiko ku e ka mëndjena jo edhe ku më vete mëndja mua. Ku të vete, mëj, ku të vete? E di kush është halli i kësaj gjëje? Ti thuaj që Rama ka shkruajtur shqip të ka jo letra apo anglisht? Këtu tashit duhet të më ndalosh një qip. Se po të ketë shkruajtur shqip, mirë, po të ketë shkruajtur anglisht pasaj, është fix ajo që thua ti që i është drejtuar Mossad. Po, dhe do ketë shkruar Franci. Dear Mossad, ma jep mua gazën dhe do të sill aty Salillarin, Kastratin, Fushën, edhe të ta bëj si Firenze të ta bëj. Edhe në fund pastaj, amen apo amin? Kam përshtypjen Franci ka qenë aman. Po mirë. Interesant, Më pëlqen, sa të shkon fantazia dhe ty. Po, tashi, një gjë dua të di unë. Se qofse ky zotëria, pra Edi Rama, si që thua ti, e merë në dorë edhe lindjen e mesme, mund të bëj si Firenze, apo do të them një gjë. 2000 vjet në sherr me njëri tjetri ka për t'i lënë ata palestinezët aty, pakistanezët. Ja, nuk thuhet, ja. Ti nuk thuhet. Lutem shumë, pse mendon ti këtë njerë? Po, ja pse mendoj. Se do t'i fusin sherr për prona ata? Po. Si ka ndodhur këtu në Shqipëri, edhe do fillojnë ata, do merren me njëri tjetrin, do vriten me njëri tjetrin, do shkojnë në përgjyqje, në përgjykata, s'do kenë më nevojë izraelitët merren me ta pastaj. Konflikt për pronën. Uzbekistan. Jo, Franci, jo. Uzberisht. Këtu në Tiranë. Franci, muaj më përpara, do më thënë, ne ka ardhur një zotëri tek ne këtu. E diti apo jo? E di për që na është takuar? Për fqinjën e vetë, Franci, që i ka marrë tokë, do më thënë i ka marrë truall. Po sa dy lymë, sa hektari ka marrë? 1,5 metra. 1,5 metra. Po talës ti më? Si me po talë? Po që thua ti me 1,5 metra, jam unë me gjatë sa aq? Po, Franci, kështu thua ti. Për një sa unë? Shko si që vlerësojnë gjërat këta njerëz. Nese. Moj Franci, 1,5 metra sote, 1,5 metra mot, më i mësoj dora atje, kupton ti? Bëhet një dhomë aty qik nga qik. Leta kujtoj më mirë se e kam halli me këtë tani, të lutem shumë. Ndodhemi në zonën e Uzberishtit tek familja Hazizi. Pra meje kam zotin Enver Hazizi, i cili ka një konflikt pronësie me fqinjën e tij. Zotri, cili është konflikti juaj? Jetoj në qatë Uzberisht, kam mbi 34 vjetë që jetoj, kam problem me komshin për pronën. Në vit 2017 që kanë marrë certifikatën e pronësisë, vija ka qenë drejt. Komshia me dashe pa dashe ka hyrë, më është bezdim që flasim do hej, dhe rregullojmë dhe nuk e hoqi. Pra, prona juaj ku është këtu në këtë rast? Prona ime është që mbas letrave, 4 orë drejt. Është mbas kësaj, Po mbas vijës drejt. Mbas vijës ndarse drejt. Tash ju pretendoni që komshiu ka hyrë tek ky segment? Po. Hyrë tek ky segment. Po, për disa metra. 1 metër, 1 metër, 3 metër, 4 metra, aq, nuk është në kaq. Keni biseduar me komshiun, domethënë çfarë? Kemi folur kështu. Arsyeja ai thotë dhe rregullojmë dhe vjet që unë rregullova borrin, tha, të kam druta, do e heq. Thash prapë ai mushi prapë ndru. Po në momentin që ai ndërtoi këtë segment duke hyrë në sipërfaqen tuaj që keni me certifikat pronësie, nuk biseduat, çfarë ju thatë? Po unë nuk isha në momente kur punohej me punoj, kur erdha unë i thash dhe rregullojmë dhe u ankuat gjikundi atëherë? Në moment, jo, më vonë pastaj vajta me që më thoshe që do merrem me vesh, vajta në polici tha kjo nuk është pjesa ime dhe unë s'mund të kërkoj, vajta në komunë tha se ne s'kemi topograf. Edhe unë drejtoja juve, thashë ku të shkoj.
Problemi tjetër është njitur me këtë çka është banjo e para në Thenjishit. Ka bërë zotnia një banjo? Ka qenë para në Thenjishit, kishte edhe aty dhe unë njitur me këtë. Kishim banjo të jashtme. Kur u bën mbledhja e ure të zeza, në shtëpi brenda e brenda, ai prapë se heq. Nuk rrihet të shtëpi, nuk del për jashtë, kam 3 metër lart. Toni këtu lart dhe normalisht që era e 3 metër lart. Era e banjës ndjehet. Ndjehet kur ai ka shtëpin ngjitur, i ka banjot brenda, banjo për jashtë, sa kuptoj. Që thash edhe pra 8 tash për 2, ai thanë nuk ndihmojmë dot, s'kemi as topograf, as një. Këshillu që ska ai komunë që ka aty nuk ndihmoj. Nëse shikoni edhe në këto pamje, pra ky është segmenti vjes ndarse dhe këto janë metrat të cilat ka hyrë fqinji i tij në banesën që ai ka të certifikuar me dokumenta dhe me hipotekë. Për këtë problem, ne do të adresohemi tek njësia numër 14 për çdo një zgjidhje që pse nuk ka një topograf i cili të vi të shikojë certifikatat, dokumentat e zotit Hazizi dhe ta zgjidhë këtë çështje. Përpos kësaj, të zgjidhë edhe çështjen e banjës të cilën ai ka ndërtuar pranë tij, që vjen një herë shumë e tmeshme. Ja e kujtuam. Edhe unë vazhdoj të mësoj atij muhabetit që izraelitët duhet ta lënë Ramën që ta marrin në dorë situatën në Gaza, edhe ta siguroj unë që palestinezët një 200 vjet do vazhdojnë të merren me njëri tjetrin, do vriten, do priten për prona, do zihen, do shkojnë në përgjykata dhe kështu që izraelitët nuk do kenë nevojë fare që të merren me ta. Shumë i më pëlqeu Franci. Bra. Kjo, e di si është kjo puna javëve dhe muajve këtu tek ne, nuk e kështu si qesharake, se toka aty është. Po, edhe pushteti aty është. Aty më ri. Ku? E di ku ndodhemi? Në Tiranë. Te kjo 1,5 metra? Tek ajo 1,5 metra thua ti? Pa ai është 1,5 metra sherr, Franci. Po mirë më vlla, po pse se zgjidhni? Unë maj? Jo. Pse se zgjidhni, se nuk e kuptoj. E, po s'kemi topograf. Si më gjitha ajo Tiranë e madhe nuk pas ka topograf? Kështu na e thanë. Kush mund ta flasë pak? Për çfarë? Për një çështje pronësie ka zotnia, fqinji i tij ka hyrë në banesë duke ndërtuar një magazin. Zotnia ka ndërtuar edhe një banjo që lidhet me shtëpinë e tij dhe Zotëri, do të më leje minimalisht. Zotëri, do të më leje. mirë pra, jeni personi kompetent që duhet Ju nisni? lutem, zotëri, do të më leje. A jeni personi kompetent? Jo, informacioni është pastaj jeni këtu. Ju jeni shërbim publik, atëherë. okej. Ky ka një shqetësim që lidhet me ju. Ka një shqetësim që lidhet me ju. Me dorë, jo me dorë. Jo, Ka një shqetësim zotnia. Unë bera, Unë kesëm personal- ti the unë s'kam topograf, s'ka Unë çfarë. personalisht. Po. Unë Këtu personalisht. zyrisht, po, këtu në këtë pëllin isha unë. Çfarë zgjidhje i dha, domethënë çfarë Problematika fillon të njësia Kashar me kufitet e pronës. Ish njësia Kashar, ose ish komuna Kashar, masaj njësia Kashar, e ka gjithë listat, gjithë arkivën e shpërndarjes së pronave. Ku i ka kufit, ku si ka kufit. Është pronë e siguruar. Ju keni mundësi ta verifikoni? S'kemi Po mundësi. për zgjidhjen e banjës e cila Ajo është perimetër. Për pjesë që se ka ndërtim. ai është shërbim publik. Nuk e mbuloni ju këtë fushë. Prishin, rregullimin. Jo prishin, jo. Çfarë? Pastrimin. Pastrimin e uret zeza. Por e janë nxjerr ti. Po, të po Po them. shkarkimin të rregullojmë o zotëria mos. Po ku do të shkojmë dhe për këtë? Për pjesën e kanalizimit UKT. U këtë. për të sistemuar, Ju mbuloni këtë fushë fare? S'kemi punëtorë ne. UKT ka makinerin, ka punëtorët, ka padronën i merr, sepse ka Ju keni diçka, si njësi, ju keni komunikimin, ankimimin gjitha. Po tash ai ky nuk njeh bashkinë, njeh ty. S'ka bërë ankim. Po mirë, ja ta bëjmë ankimimin. Hajde. Okej, te informacioni. Ju drejtuam me zotin Enver Hazizi, njësisë administrative numër 14, shkuam në zyrën e urbanistikës, ku zotnia bisedoi edhe me drejtorin e kësaj zyre, ku i tha që ne nuk kemi topograf, sektori jonë i shërbimit nuk mbulon kërkesat që ti ke drejt nesh. Ju drejtuam më pas zyrës informacionit, ku bëm një ankimim për t'i adresuar bashkisë së Tiranës lidhur me shqetësimin që ka zotëria. Tani o Franci, gjitha i Bangladesh aty, gjitha i Pakistan mbi gjitha. Po si nuk e gjenje një topograf me Franci për ne këtu në Shqipëri? Po është një senegalez topograf.
Po bën brum picash në një pastiqeri, në një pizzeri halal një marë. Vërtet? Po shumë bukur e marim atë të na e sjellin këtu sa të mbaroj këto matjet tek ky në Ysberisht edhe të vej prapa atje. Po jo, se tash 3 orë vajtje, 3 orë ardhje rruga plus 1 orë puna aty u sartu brumi janë. Po e marim tani në dimër ne që është ftohtë, domethënë edhe vjen brumi kështu më avash. Lere, nuk është zgjidhje kjo. Halexhiu joni ka rënë pak më shkurt se sa të ri të kërkoj një senegalez në përhimar. Ka vajtur direkt në gjykat, ai edhe ka hedhur në gjyq këtë që i ka marrë tokën. A më mirë i ka marrë tokën tani më fal, sa ai nuk është e mori e ngarkoi tokën në kuris edhe iku. Po kjo nuk është vepër penale. Ja, kështu fiks, kështu i tha edhe drejtësia. Ça hap gjyq koto shoku i tha. Emisioni Gjatat ka ardhur sërish në Ysberisht, në banesën e zotit Enver Hazizi. Zoti Enver, ne kemi investiguar këtë rast në lidhje me erën e keqe që vinte nga tualeti komshiut, po ashtu edhe këtë pjesën që ju pretendonit që ka hyrë komshiu në pronën tuaj. Atëherë kemi shkuar bashkë edhe në njësinë administrative numër 14, kemi kërkuar topograf që ata nuk kishin. Çfarë ka ndryshuar në gjithë të periudhë kohore? Mas matjes që kishim bashkak, ka ardhur policia bashkiake, ka verifikuar ke të drejtë se kemi kompetent ne, vajtë ke IMT-ja. Edhe sollën shkres, edhe IMT soll që drejtori policisë është zaptim prone. Mbas kësaj u drejtori policisë të bashkiake numër 6, edhe mbas kësaj ajo e OPG thirri komshiun. Në 27 janar ram dakord që ta heqte vetë. Mbas datës 27 shkurt nuk e hoqës duhet ta heqë. Kaq nuk dim shumë. Ju drejtova prapë të 2024. 2024 flitet, po. Ju drejtova prapë policisë ata unë s'kam çfarë bëj dhe drejtojnë prokurorisë. I dërgojnë prokurorisë, prokuroria më sjell përgjigje që ktheu prapë ka njësi administrative, ke MT-ja, ke policia që unë këto kam qenë tash. Nuk di çku të vetëm. Po pushoj çështjen. Po e pushoj çështjen e mbyll, edhe mbyll çështjen edhe kërkova këtë. Prandaj tash unë s'di ku të vetë ju drejtova pra Libiuve. Po në kadastër keni shkuar? Në kadastër që në 17 qendrore Atapin me ato të vjetat, kështë 260 metra, më dolën 230, e bërë kërkesa, ne kemi dhe letrat nga njësi administrative kemi rregulla dhe nuk më dhanë asnjë përgjigje tjetër. Tash unë për të bindur që ai kam tamam këto metra mos kërkoja gjë kot, morën te topograf privat, dhe ai erdhi bëri matjet dhe më tha që kjo është të takon ty, dhe unë përgjigjem në policinë, në prokurorinë, në gjykatë ku do shtitë për këtë shkresë që të rregoj ta përgjigje mund. Sa rezultoi që kishte hyrë në pronë në topografin? 4.5 metra. 4.5 metra. Metra. Pra këtu janë 4.5 metra të zaptuara, pra që ka hyrë komshiu në pronën tuaj, sipas topografit. Po. Po me komshiun keni biseduar? Jo, vetëm thjesht kështu. Pse se liron këtë pronë? Nuk kam Vetvetiu. Pretendon që unë kam para në thënjishit. E tregua dokumentin e Po topografit. e tregoj policia, e tregoj gjitha që rënd dakord një për ta hequr, pastaj e ktheu. Kjo është. Po era e keqe vjen më se kishin dhe problemi e tualetit, tubacionet atëherë. Era e keqe vjen edhe drejtare e banjës që le hapur që bën çfarë bën banja nuk e mbyll, është më problem akoma. Kjo më problem akoma. Po problemi jo i madh ka Problemi është ky që të vendin të vjen vetë. Franci shqyr që të paktën nuk ka kështu nga këto konfliktet fizike. Ose dhe gjykata nuk e ka marrë përsipër, e kupton ti tani? Po një pyetje kam unë. Pse nuk ulen këta? S'ke? Mendon se do bëj ndonjë nga këto pyetjet e mia naive? Jo, më pëlqen serioziteti që e ke marrë se merr gjykata përsipër e merr jona. Po tani pse? Pse mos ta parashtroj? Më pëlqen qëllimi jot fisnik, më pëlqen. Vazhdo. Më pëlqen Franci që më bën kështu komplimenta, shumë faleminderit. Por tani po mundohem me Shumë time. mirë, më pëlqen pathosi më çka ka, shumë mirë. Dhe më lind një pyetje me time, pse s'më lë ta them? Ua patjetër. Ta them? Ta thuash. Shumë bukur. Unë do ta thoja gjithsesi, po. Tani këta. Ti ke bexha valla. Unë kam bexha Franci dhe çfarë dua. Pse nuk ulen? Dhe kam seriozisht. Po. Të dy këta komshit, edhe ta sqarojnë me njëri tjetrin, ta zgjidhin si konflikt. Që pse nuk ulen këta të dy, unë nuk e di. Por, duke qenë se dhe ne të tjerët këtu pavarësisht se që ishim me pathosin tënd, jemi po për të njëjtin qëllim fisnik, tham ta provojmë ne njëherë, edhe vajtëm.
Po si vajtëm ne kështu me qetësi vajtëm ne apo me sherr? Po jo, me zemra pse do shkojmë me sherr në... Shumë mirë. Ne s'bëjmë sherr për pronat tona, do bëjmë për pronat e të tjerë. Në me qetësi. I ram derës, doli, ky tha urdhroni çhalli keni. I tham ne kështu muhabetin domethënë. Sa ky jo, tha, unë kam tokën sa ja me topografe kam. Me këtë picierin, me këtë nga Senegali. Jo, kishte gjetur një topograf, ai kishte gjetur një topograf, ishte privat më. Kupton ti çfarë mrekullia shqiptar më. Edhe me licencë madje. Edhe çai tha? Po qa tha, toka është e imja, tha. Toka është e imja, tani edhe ky tjetri këtë thotë që toka është e imja. Po kjo është ideja, e kupton ti? Do me thënë, zihemi, grindemi, shërosemi, mërzitemi, e në fund fare gjithë 2 metra tokë të marrim. Jo, 4 metra e gjysëm. E kemi topograf, mos të kemi nga trime, të lutem shumë. Kore, 4 metra e gjysëm, ja ka marrë ati tjetrit ai. E kupton? Dhe në... Ja, shikon si më shikon mërë zot. Frangji që mos nja përshka këto shikimet e tua vrastare, dëgjoje vetë nga i zoti punës më mirë. Atë ne po trokasim te komshiu i zotit Azizi dhe ta pyesim që pse nuk e liron këtë pronë e cila ka hyrë brenda në pronën e zotit Azizi. Mirëmëngjesi, si jeni? Si kaluat? Mirë. Unë jam Ersidi, jam gazetar nga emisioni Xhadat në MCN. Atëherë, zoti Azizi, që ju keni komshi, ka denoncuar tek ne një rast, sipas topografit, rezulton që ajo pjesa që keni në pronën e zotit Azizi rezulton 4.5 metra katror, pra sipas topografit. Unë e kam me letra, me certifikat në pronësie. E ke me letra? Po, me certifikat pronësie. Atë pjesën aty që... Po. Muri komshiut edhe del në rrugët, drejt. Pra kjo është ndërtesa që... E imja, po. Qa keni ndërtuar këtu? Drejt për drush. Ke materiale, gjëra? Po. Ka më cep, do me ke muri, edhe del rrugë. E ke drejt? Po, unë e kam në certifikat pronësie. Këto gjëra e keni ndjekur me institucione, për shembull keni shkuar në ASHK, Agjencinë Shtetërore të Kadastrës ose në polici? Shkova ke topografi Ke marrë ju topograf? Që ka bërë matjen. Keni marrë dhe ju topograf? Ka bërë matjen e shpivet dhe matjen komplet. Dhe thot ai topografi thot e ke këtu. Kemi 70 vjetë këtu. Ajo ti e erdhi na kërkon vendin këtu. I ka lëshuar burri. Edhe nuk është ngopur e do të erdhë gjithë. Pse unë do punoj këtu me dyra alumine. Pra, pretendojnë që i keni liruar atë pjesën? Pjesën andej matan i kemi liruar, ja. Futu qera atje shikuj. Okej. I kam dokumentat në Po, kjo është certifikat e pronësisë, po. Në shtetin. E keni pronën me certifikat pronësie. Po. Që të mbyllet konflikti, që keni shkuar në të polici, prokuroria ka përshu çështjen se është çështje civile, ju duhet krahasoni hartat që keni, certifikatet e pronësisë tuaj me certifikatet e pronësisë zotit Azizin e Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Dhe aty verifikohet sa metra katror ke dhe ku jeni, ku ndaheni, që mos e keni më këtë konfliktin e vazhdueshëm. Ore shiko, neve nuk është se kemi qef të mbajmë 4.5 metrat e atia. Pikërisht, po. Ideja është që sipas këtyre tonave, siç na rezulton që është e jona. E kupton, prandaj e kemi ne këtë, nuk është se kemi ne qef t'ja mbajmë ati 4.5 metra. Sa pretendoni që mund të keni pronë? Ne pretendojmë unë ta tregoj si ndahet, e kupton? Po. Dhe ky e ka toleruar se kështu i bëri punët ky atëherë, e toleroi dhe atë gardhin që ka vënë ky e ka zbritur çik më poshtë. E ka lënë domethënë që ta bëj pak më poshtë, po nuk e kanë bërë as me letra as me gjë, e kanë lënë në mënyrë. E kanë lënë në mënyrë shoqërore më përpara. Po letra, po qetësova, letrat janë atje ku ka qenë domethënë. Se edhe ky topografi që ka bërë këto letra, se unë vajta bisedova dhe me atë, tha unë e kam vënë atje ku ka qenë, tha në vija erore, tha. Tani nëse ai e ka le ta marrë, nëse ka me letra jam dakord me ty unë. Po sikur se ka me letra, me sa po duket. Dhe kurse ka me letra i se merr lot. Unë isha i gatshëm për ballafaqim, unë vajta me shkova me letra. Më i mora prokur këti, i thash unë hajt, i thash unë si dhe topografin e pavar, lidha ai, i thash unë për ballafaqime. Pa letrat e mia se ku janë ai topografi? Si ka parë? Patër çka ka butë kotaj? Ai parë dokumentet e mia, ku shkoi topografi? Ai duhet të parë dokumentet e mia, e do hajto Se mund të ketë mbi vendosje. Çfarë s'bën haki? Mund të ketë mbi vendosje. Edhe pastaj hajde të shkojë ti në proces, ndahet kush rregullohet. Atë sapo kemi dalë nga banesa e zotit Nafi Bacelli dhe kemi marrë edhe një kopje të certifikatës së pronësisë, duke qenë se i kemi ndjekur të gjitha institucionet shtetërore, madje deri në prokurori dhe çështja është ende e pazgjidhur,
Atëherë, certifikatën e pronësisë së zotit Nafi Bacelli dhe certifikatën e zotit Enver Azizi do t'i dërgojmë në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe të shohim si qëndron e vërteta. Urdhëro, vjen njëri, thot e kam unë tokën me letra, vjen tjetri, thot po e kam edhe unë me letra. Ta një ndryshimi është që ky tjetri përveç se ka letrat, ka edhe tokën. Ndërkohë, dy fqinjët janë për një kohë të gjatë në konflikt me njëri tjetrin. Ndërkohë, Franci, që gjykata nuk na hap gjyqjen fare. Edhe këtu te ky ndërkohu i dytë që theti. ndërkohu im, Po, aty do qëndrojmë pak sepse pikërisht këtu është kleçka. Sepse për këtë situatë nuk duhet hapur një gjyq penal, po duhet hapur një gjyq civil. Aha, do me thëmë Franci, nuk e ka pa dhe ishë miru këtë. Nuk jam shumë e mirë në jurisprudencën, Franci, ma të rego pak? Ma sqaro më mirë të lutë. Tashi, me që si e shumë e mirë, po ta sqaro kështu trash. Gjyqi penal të fut në burg. Gjyqi civil ndanë këtë mesele, kush ka të drejtë. Ah, e kuptoj, po tani kush na e thot në këtë? Këtë na e thot ai që na ka munguar për disa kohë këtu në emisionin tonë, dhe është avokati i nderuar zoti Erald Daga. Qytetari duhet shkojë një në hipotek, pra në kadastër, që të marrë hartat. E dyta, ka bërë shumë që ka marrë një ekspert topograf për të bërë planimetrit, për të bërë edhe mbi vendosjen, për të parë në sa është mbi vendosja dhe sa i ka hyrë në territorin e tij, por duhet parë nëse ka bërë me hartat aktuale të hipotekës apo me hartat të para shumë viteve të origjinës pronës, se ha debat. Dhe pasi bën krahasimet me hartat, dhe supozojmë që është e saktë kjo që ka bërë topografi, i mbetet dy kërkesa të bëj. Një ta shkoja që ti thot korrigjim harte, në bashkëpunim me komshiun, nëse gjithmonë harta është e gabuar, dhe nëse nuk e bën hipoteka, do të drejtohet gjykatës, duke i thënë komshiut që t'ja liroj dhe t'ja dorëzoj tokën që ka zënë. Por nëse është gabim harte, të shkojë në gjykatë administrative për të caktuar hartën përmes hipotekës. Këto rrugë ligjore ka qytetari. Pra nuk shikoj që ka vepër penale për momentin, sepse pushtimi që të ndodhi si akt, do ndodhi edhe me forcë, me sa kuptoj, nuk ka qenë graduale, nuk e ka kundërshtuar komisioni dhe nuk kemi para pushtime dhe me të drejtë, prokuroria ka vendosur mos fillimin, sepse është një çështje me karakter civil, por mund të jetë me karakter administrativ nëse gabimi qëndron te hipoteka. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për puntatën e sotme. Do të shihemi sërish nesër, e deri atëherë, natë e mirë. Natën